Ndërkohë për fushatën zgjedhore televizjes vetëvendosje, plan programin qeverisës si dhe synime të këtij subjekti politik për të fituar 60% në zgjedhjet e 7 qershorit, të flasim në minutat në vazhdim bashkë me Arjeta Fejzën, kandidate për deputete nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Zonja Fejza, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Zonja Fejza, pashmangshëm, si fillim dua të ndalem tek një term që ka përdorur ministri në detyrë Glau Konjufca në një tubim të djeshëm që ka zhvilluar pra si pjesë të fushatës zgjedhore. Kam fjalën për termin frizerk dhe që u komentua mjaft shumë, shkaktoi reagime të shumta. Fillimisht, cili është qëndrimi i juaj madje për përdorimin e termeve të tilla gjatë fushatës, edhe në rast se nuk i është referuar ish-presidentës Osmani? Mendoj që është shumë e rëndësishme të shihet si e plot ngjarja në atë situatë. Një qytetar i është drejtuar zëvendës kryeministrit, ministrit Konjufca, me një pyetje dhe një koment pak më të gjerë, ndër të cilat është përmendur edhe koncepti frizerk. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri, duke mos e pasur idenë e as duke mos qenë i informuar për përdorimin pejorativ që i është bërë atij koncepti, megjithatë ju e keni parë që e shpjegon komplet në një formë tjetër, domethënë krejt aspektet me të cilat Qeveria e Republikës Kosovës, më saktë Ministria e Arsimit, ka mbështet zhvillimin e këtij profesioni. Pra, unë besoj që zëvendës kryeministri ka dhënë sqarimet e veta, por në anën tjetër, nëse e shihni videon, e shihni që zëvendës kryeministri flet për profesionin si profesion i respektuar, flet që tashmë ai është pjesë e arsimit dual, si profil i ri të cilin e kemi zhvilluar gjatë qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje, dhe flet për punën e ndershme që e bëjnë të gjitha vajzat, gratë, motrat, nënat, siç referohet në Republikën e Kosovës. Pra, unë besoj që ai e ka dhënë sqarimin e vet. Në anën tjetër, absolutisht, unë vet kam qenë në Komisionin për Arsim, edhe ne si lëvizje vetëvendosje kemi qenë shumë të interesuar që për të gjitha profilet, si është në rastin konkret profili i parukerisë, të ketë, sepse ka interesim nga nxënësit, të ketë sa më shumë shndritje në për institucionet tona, edhe të ketë sa më shumë mundësi që të gjithë ata nxënës që dëshirojnë ta marrin këtë profesion, ta kenë mundësinë që ta bëjnë këtë edhe në institucionet edukative arsimore. Pra, unë besoj që çështja jonë në raport me këtë profesion dihet, edhe sa i përket situatës, mendoj që zëvendës kryeministri e ka dhënë sqarimin e vet. Pase nuk ka pasur shumë zëra ose kritika që keni problem si lëvizje vetëvendosje, qoftë edhe Konjufca në këtë rast me profesionin e parukerisë, por me atë që i është mbeshur ish-presidentës Osmani një term i tillë. Nga çka unë kam pa, nuk është përmendur fare presidentja Osmani, pra po them zëvendës kryeministri i ka marrë disa komente në raport me nga një qytetar në raport me një situatë, edhe ndër të tjera është përmend ky term, por kur është përmend ky term, ai ka folë për profesionin. Ju e keni parë, pra flet për profesionin, thotë, ky është një profesion i cili kërkon punë, kërkon përkushtim në qeverisjen tonë, ky profesion është pjesë e arsimit dual, pra është edhe video, po është edhe sqarimi i zëvendës kryeministrit që nuk ka asnjë lloj përçmimi as për profesionin, as për presidentën Osmani. Madje ai e thot edhe vetë që nga bashkëpunimi që ka pas me të, e di se në çfarë niveli dhe çfarë konsiderate kanë pas për njëri tjetrin. Megjithatë, Konjufca në reagimin e tij kishte thënë se këtë koment fillimisht këtë pyetje kishte marrë nga një pseudo gazetar, por më pastaj u pa që personin fjalë është një aktivist i lëvizjes vetëvendosje dhe jo një gazetar. Shikoni, tubimi ka qenë i hapur, domethënë ka qenë publik. Tani në tubim ka prezent qytetarë të ndryshëm që adresojnë çështje të ndryshme. Edhe pra po them, shihet që zëvendës kryeministri nuk e ka pas të qartë as që para fushatën që mund të bëhet në rrjetet sociale që është bërë, ndoshta në rrjetet sociale nga individ të caktuar, por kjo nuk ka asnjë lidhje as me lëvizjen vetëvendosje, as me qëndrimet tona, as me qëndrimet e zëvendës kryeministrit. Pikërisht sot, zonja Fejza, pati edhe një kundërreagim nga ish-presidentja Osmani, sepse ajo postoi në rrjete sociale një vizitë tek një sallon bukurie. Dhe nëse Osmani nuk e ka marrë atëherë për vete, pra si është drejtuar ky term asaj, besoni se pikërisht në këtë ditë do ta bënte një vizitë të tillë? Është e rastësishme? Tani këtë nuk e di, por vizita në sallone bukurie undulimi bëjmë vazhdimisht ne. Gjatë gjitha fushatave, ne kemi kontakte me të gjitha bizneset. Unë vetë kam qenë në disa vizita, dhe s'kam qenë vetëm unë, deputet televizjes, kryeministrin, e të gjithë bëjmë kësi lloj vizitash, sepse ne i vizitojmë të gjitha bizneset,
edhe bashkëbisedojmë me sfidat dhe mundohemi që të adresojmë sfidat e tyre në iniciativa konkrete nëpërmjet cilave do t'ju ndihmojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Pra, unë nuk e shoh këtë asgjë të re, është diçka që ka ndodhur, sigurisht diçka që do të ndodhë edhe tutje, sepse prapë po them, dihet qëndrimi jonë si lëvizjeve të vendosje në këtë drejtim dhe jo vetëm i jonit, sepse ka të gjitha partitë politike kanë vizituar edhe më përpara, edhe kanë shprehur edhe minjohje, edhe e kanë vlerësuar punën, edhe rezultatet, edhe sukseset. Asaj deklarate. Mund të jetë rastësi kjo? Nuk e dia është rastësi, ndoshta për këtë mund të përgjigjet vetë zonja Osmani, por ajo çka është e qartë, besoj unë, dhe duhet, po e përsëris për hir të rëndësisht, duhet të dihet është se zëvendës kryeministri e ka sqaruar pozicionin e vet në raport me konceptin e në anën tjetër ne si lëvizjeve të vendosje, përveç se domethënë kemi masa konkrete që i mbështet start-upet, bizneset, që në plot raste ka pas kur janë prek edhe kjo kategori e bizneseve. Tashmë parukerinë e kemi si profil në arsimin dual në institucionet tona edukativo-arsimore dhe e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë punën, mundin, rezultatet dhe të gjitha sukseset që i kemi arrit në këtë fushë, sepse dihet që ka plot vajza e gra, burra e djemt të kësaj fushë që tashmë kanë suksese edhe ndërkombëtare në këtë drejtim. Edhe besoj kjo është diçka për cilën krenohemi gjithë. Por e pritet që Osmani do i bëj një reagim pas kësaj deklarate të djeshme të Konjufcës? Shikoni, unë prapë po them, nuk është asgjë jashtëzakonshme vizita në një sallon. Po, por edhe pjesa e fundit, zonja Fejza, e postimit, fjalia e fundit saktësisht, për shkak të vështirësisë për ta parë këtu nga pozita juaj, thuhet gruaja e lodhur nga puna vlen më shumë se mira fjalët tuaja boshe. Pra, mund të jetë një lloj kritike atëherë, e nënkupton pikërisht pjesën e deklaratës Konjufcës? Unë e di, jam plotësisht e vetëdijshme që ka plot në rrjetet tona sociale e në diskursin ton publik e politik, ka plot koncepte të cilat vazhdojnë të jenë stigmatizuese dhe sulmuese ndaj vajzave dhe grave. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me profesionin e frizeres ose me punën në parukeri. Ka plot koncepte. Edhe unë vërtet besoj që puna e ndershme që e bëjnë vajzat e gratë në Republikën e Kosovës është më e vlefshme se fjalët, komentet e ofendimet të cilat mund t'i bëjë dikush me qëllim çfarë do qëllimi që mund ta ketë. Në këtë drejtim, prapë them, ne si lëvizjeve të vendosje e kemi absolutisht të qartë, në aspektin institucional kemi marrë veprimet të cilat e mbështesin këtë profesion, në aspektin edukativo-arsimor tashmë kemi pjesë të profilit dual, sa i përket një situate specifike. Tashmë është përgjigjur edhe vetë zëvendës kryeministri. Për te i kësaj, domethënë, unë po them vizitat në sallone undulimi, në parukeri, në bizneset të vogla, në bizneset që drejtohen nga gratë, janë të zakonshme në fushata, i bëjmë edhe ne, edhe i kam bërë edhe më herët politikantë. Dhe kur jemi tek ish-presidentja Osmani, lëvizjave të vendosje, kishte kritikuar partitë opozitare, me tekst veçantë kishte kritikuar sinqeritetin e nënshkrimeve të LDK-s se i kishte pasur për Vjosa Osmanin. Në anën tjetër, së fundmi, në një intervistë, kryeministri Kurti tha se vetëvendosja nuk e do një presidente cila ka ambicje politike. Nëse s'ka qenë ky qëndrimi i lëvizjes vetëvendosja, atëherë pse ka pasur tentativa të hidhet faji opozitës? Sa i përket në nënshkrimeve, tashmë edhe Kujtim Shala që është nënkryetari i LDK-s ka dalë publikisht dhe ka deklaruar se ato nënshkrime nuk kanë qenë për Vjosa Osmanin. Domethënë ky është tashmë një qendrim publik i LDK-s. Ajo çka ne kemi thënë është të sjellin 3 emra, të cilët do të propozohen në Kuvendin e Kosovës në kohën kur ne akuzoheshim se me çdo kusht po e duam presidentin e vendit. Në atë kohë ne jemi drejtuar opozitës me një ofertë, për cilën ne kemi thënë se ata mund të sjellin 3 emra, të cilët ne do t'i nënshuajmë po ashtu si kandidatura, do të hedhen në votim në Kuvendin e Kosovës dhe do të zhbllokohet procesi e nuk do të ketë nevojë për zgjedhje të reja. Sepse ne prej fillimit kemi thënë që nuk jemi për zgjedhje të reja. Edhe tani që jemi në fushat, ne po e bëjmë qartë pas qytetarëve të Republikës se nuk jemi në zgjedhje të reja me vullnetin e lëvizjes vetëvendosje, po për shkak të një qasje bllokuese që ka pas opozita, jo veç në këtë legjislaturë, po jo e mbani mend edhe në legjislaturën e kaluar. E në anën tjetër, po, ne ju kemi thënë në momentet e fundit, ju e keni parë kur është tërhequr nga kandidatura, domethënë pasi që ne i kishim një sër procesesh në Kuvendin e Kosovës si përpjekje, si tentativa që të mrinë deri te një emër konsensual i vendit të mos dërgohet në zgjedhje në momentet e fundit, ne i tham LDK-s sillnin ato nënshkrimet të cilat ju i keni, vendosin një emër dhe po futemi në proces të votimit. Nga LDK-ja e
kam potencuar se nënshkrimet janë për Osmanin. Jo. Dhe si të tilla, po, në konferenca për media s'paku po, nëse jo në letër, në konferenca po. Aty janë nënshkrimet për kandidatin e LDK-s. Ato nënshkrime për hir të vërtetës nuk janë dorëzuar asnjëherë askënd. As në Kuvendin e Kosovës në administrat, as në grupin ton parlamentar, sepse Kuvendi mbi të gjitha është procedurë. Pra ato nënshkrime, nëse nuk kanë dashur ata t'i sjellin në grupin ton parlamentar, ka mundur t'i dërgojnë në administratën e Kuvendit, edhe do të vazhdojë si proces. Por ka pasi status të kryetarit të LDK-s, i cili ka thonë, propozimi jonë mund të jetë Vjosa Osmani. Nëse ju kujtohet, dhe pastaj ka pas deklarime rreth kandidatit të LDK-s, ka pas në anën tjetër dhe deputet të LDK-s që janë deklaru që nuk kanë votë për zonjën Osmani, në fillim kur kemi fillu negociatat me partitë opozitare, edhe kemi ardhur në situatën të cilën jemi. Tani, jemi në një gjendje krejt të re. Tash jemi në një proces zgjedhor. Ne presim një konstelacion të ri në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pra presim një përbërje të re të Kuvendit, i cili do të jetë derivat i zgjedhjeve të cilat do të bëhen me 7 qershor. Qëndrimi jonë si lëvizjeve të vendosje, pra është ky. Ne edhe kemi thënë edhe prej fillimit që nuk kemi qenë, domethënë ne kemi thënë në rrethonat në të cilat ne nuk i kemi votat si parti politike, ne jemi për një president konsensual. Tani, ky shpjegim po zgjerohet tutje dhe ne po themi që mendojmë që është mirë për Kosovën që posti presidentit të i takoj dikujt, kur është përmendur emri i ish-presidentës nuk ka Osmani, ambicie politike. Kur është përmendur emri i ish-presidentës Osmani, megjithatë faji është hedhur tek partitë opozitare. Se ato nuk i kanë nënshkrimet edhe votat. Sepse ne ja kemi ofruar, mos të harrojmë që ne në fillim fare ja kemi ofruar nënshkrimet presidentës Osmani. PDK-ja ka pas pozicion të qartë që nuk ka vot për presidentin Osmani. Në anën tjetër, nga LDK-ja ka pas deputet që kanë dalë publikisht dhe kanë thënë që nuk kanë vot për të. AK-ja ka pas kandidatin e vet dhe në këtë linjë nuk ka pas, zonja Osmani as nuk i ka marrë nënshkrimet tona për të hyrë në garë për presidentet të vendit. Tutje, ngjarjet kanë rrjedhë në formë të tillë. Pse ndryshoi atëherë ky qëndrim? Nëse ju pas keni dashur t'ia ofroni nënshkrimet Osmanit, më pastaj ka deklarata që nuk e doni Osmanin si presidente për shkak të ambicieve të saj politike. Po, është tepër e rëndësishme që deklaratat tona të kuptohen brenda kontekstit edhe rrethonave në të cilat veprojmë ne politikisht. Sepse ju e dini në zgjedhjet e kaluara, domethënë në legjislaturën e kaluar, betejja ka qenë për pozicionin e kryeparlamentarit. Edhe atë pozicion për të cilin opozita thoshte se është jetike, më e rëndësishmi pozicion në institucionet e vendit, ne ju ofruam si marrëveshje edhe PDK-s edhe LDK-s në këto zgjedhje. Pra gjërat kanë kuptim vetëm brenda kontekstit. Në kontekstin në cilin na po flasim, unë prapë po them, veprimet televizive të vendosje janë publike, përpjekjet tona për të mos e quar vendin në zgjedhje janë publike, qytetarët e Republikës Kosovës e kanë parë se kush ka qenë bllokuesi dhe kush është mundu vazhdimisht me dhënë opsione për me dalë prej situatës. Tani jemi në rrethana të reja dhe qëndrimi jonë është ky, që për të mirën e vendit ne besojmë që do të ishte mirë që presidenti i vendit të mos ishte dikush që ka përfshirje në politika ditore, por të ishte dikush përtej kësaj. Domethënë ky është qëndrimi jonë politik në rrethanën në të cilën ndodhemi tani. Proceset e mëparshme, se cila prej tyre shpjegohet në rrethana, në kohë e besa edhe në afate, të cilat ne kemi pas si lëvizje vetëvendosje për me mujt me shmang edhe një cikël të ri zgjedhor për Kosovën. Nëse ka qenë kështu atëherë zonja Feza, pra tjetë një kandidat për president që nuk është i përfshirë në politika, atëherë pse dështoi ky proces, pse nuk arrit një marrëveshje, po një emër që është jashtë politikës? Sepse nuk kishte propozime nga opozita. Sepse në ndo ofertë të cilën e bënim ne përgjigja ishte refuzim. Në cilën ndo. Ne mos harroni ofruam edhe marrëveshje klasike LDK-s. Përtej se e kishim tashmë qeverinë, qeveria e kishte kalu domethënë procesin e votimit në Kuvend. Ofruam pozicionin e nënkryetarit të Kuvendit, ofruam mundësinë që opozita të propozoj 3 emra, ne fare si mazhroncë mos kemi propozim. Ajo as nuk u konsiderua, me njëherë u refuzua, ishte çështje orësh. Pastaj, erdhën 2 emra të respektuar nga shoqëria civile në Kuvendin e Kosovës për të mbështetur. Emra që, domethënë, i njihte e gjithë Kosova për kontributin, sidomos emrin e zonjës Feride Rushiti për kontributin dhe peshën të cilën ajo e kishte. Por pse emri i saj nuk u përmend, nuk u diskutua si opsion në takimet që keni pasur me partitë opozitare? Sepse ne kur kemi shku në takime, kemi shku me propozime. Kryeministri e ka thënë edhe publikisht që në takimet e cilat i kanë bëjt me liderët e opozitës, ata asnjëherë nuk kanë përmend asnjë emër. Madje kryeministri ka përmend emrat të partive të tyre që do të mund të hidheshin në votim. Sepse ajo si kundërkandidat për ta plotësuar kushtin e 2 kandidatëve? Jo detyrimisht, por
edhe emra të tjerë, do më thënë. Por ajo që ka ndodhë vazhdimisht është që opozita lere që s'ka propozu, por dhe ka refuzu se cilën ofertë të cilën e kemi bërë ne. Prandaj sot jemi në këtë situatë dhe jemi pranë 2 javë e pak ditë në zgjedhjet e reja. Mendoj se për këtë pjesë sigurisht ka qëndrime të ndryshme dhe secila parti e thot në favorin e saj. Po, por ama gjërat janë publike. Oferta që i ka bërë lëvizja vetëvendosje janë publike. Ne nuk e kemi bërë thjesht ofertë në takim, ne kemi bërë publike, e kemi komunikuar si mundësi, kemi prit përgjigje për ofertat të cilat i kemi bërë, por përgjigje janë edhe, publike më falni janë edhe përgjigjet e tyre, për se cilën prej opsioneve që e kemi ofru ne si vetëvendosje. Zona Fica, duhet të ndalem pak edhe tek pjesa e fushatës të cilën po e bën ish presidentja Vjosa Osmani dhe një pjesë të deklaratave që ajo po i thot kundrejt lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Kurti, qoftë për qyranë e Bonstillit, qoftë për pjesën se qeveria nuk e do një presidente që ulet me presidentin e SHBA-s, pastaj pjesa e deklaratës për takimin sekret të Kurtit me zyrtarët BE-s dhe të Serbisë. Si ishini përgjithsisht këto deklarata të ish presidentës Osmani dhe cili besoni se është qëllimi i tyre? Ju mund ta keni parë që kryeministri së fundmi ka pas një intervistë në të cilën i ka adresuar të gjitha këto komente të cilat po bëhen gjithandej. Tash është fushat zgjedhore dhe ka vazhdimisht si pretendime. Nuk është e re fare kjo tendenca që me bo kundër fushatën për lëvizjen vetëvendosje për kryeministrin Kurti, duke përdor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çka është e re, janë marrëveshjet e shumta bashkëpunimit të cilat po i vazhdon qeveria e Republikës Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në fushën e mbrojtjes. Në këtë drejtim, unë besoj që ajo fotografia e cila, do më thonë, fillimisht po filloj me komentin i cili lidhet me Bonstilin, kryeministri e ka sqaruar tashmë që ka pas një propozim konkret në raport me Bonstilin që jetë baze përhershme në Republikën e Kosovës. Në anën tjetër sa i përket takimeve, ai po ashtu e ka sqaruar që takimet mes palës sërbe dhe tonës sigurisht që ndodhin në ambientet në të cilat përveç facilituesve të dialogut ka prezent edhe zyrtarë të tjerë të cilët e ndjekin takimin edhe janë aty. Ata nuk duken në fotografi, por janë prezent në takim. Në anën tjetër, motivet, unë besoj që për shkak se lëvizja vetëvendosje, qeverisja e lëvizjes vetëvendosje vërtet është qeverisja më e mirë që e ka pas ndonjëherë Republika e Kosovës, me suksese në të gjitha fushat. Opozita në mungesë të kauzave të vërteta, të cilat do të ndihmonin në përmirësimin edhe të qeverisjes, edhe në adresimin e sfidave të mirëqenies e të përmirësimit të gjithë sektorëve në Republikën e Kosovës, vazhdimisht ka pas që si akuza, jo na prishet me Amerikën, jo tash që kjo është veprimi i fundit që e ngrin komplet bashkëpunimin, domethënë vazhdimisht që kjo ka qenë narracioni i cili është përdorur nga ana e opozitës në raport me qeverinë e Republikës Kosovës në raport me kryeministrin Kurti. Ky lloj narracioni, a besoni se po përdoret më së shumti nga ish presidentja Osmani, sesa nga liderët partive të tjera? Unë po besoj që është vazhdimsi e një narracioni i cili fatkeqësisht ka ekzistuar një kohë të gjatë në Republikën e Kosovës. Ky narracion është dëshmuar tashmë që është i pasuksesshëm. Është një le të themi kështu përpjekje dështuar për ta dëmtuar kryeministrin Kurti, sepse bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato si aleat strategjik joni tashmë janë, që më thonë, e ditur si fakt, po edhe po materializohen për çdo ditë me angazhimin të cilin po e bën Republika e Kosovës, masakt qeveria e Republikës Kosovës. Ka pasur gjithashtu dhe komente, kritika, zërat ndryshëm se gjitha këto deklarata të ish presidentës Osmani më tepër janë kundër fushat ndaj së njëjtës, sesa ndaj lëvizjes vetëvendosje. Në rast se ajo ka zgjedhur të thotë këto deklarata në kohë të fushatës edhe jo nëse pas kanë qenë kështu, jo në kohën se ajo ka qenë presidente e vendit. Tani sigurisht ajo e ka strategjinë e vet, mënyrën se si mendon ti fitoj zgjedhjet, por në anë tjetër unë prapë po them, ne si lëvizje vetëvendosje i kemi të qarta objektivat tona, i kemi të qarta parimet të cilat na udhëheqin në punët tona edhe si qeveri, edhe si organizat politike. Për të gjitha akuzat edhe komentet të cilat po bën, është mirë që të shpjegohen, pse qysh dhe vërtet ka logjik pyetja pse tani dhe jo më herët. Nëse
ta zëm ditën kur është bërë dekreti, presidentja ka thënë që janë disa njerëz të rrezikshëm. Unë besoj që duke qenë presidente e vendit, nëse ka informacione kushdo për njerëz të rrezikshëm, është i detyruar që t'i drejtohet institucioneve tona të sigurisë edhe të flas me ta. Dhe jo që domethënë të pritet një moment në të cilin ndodh një proces e pastaj të dalë edhe të mbaj një qëndrim të tillë. Në këtë linjë, për të gjitha këto, mendoj që është mirë që t'jap shpjegime më të gjata edhe detaje të më të tjeshme, se nëse pas kanë qenë kështu këto procese, pse nuk janë përmendur më herët nga zonja Osmani. Prisni, zonja Fejza, që gjuha në ditët në vijim të fushatës ta shpërsohet edhe më tepër, të ketë një garë edhe më të fortë, sidomos me presidentën Osmani, për shkak edhe të raportive paraprake që dihen. Ne si lëvizjeve të vendosje jemi shumë të fokusuar që të shpjegojmë pozicionin tonë politik. Ne vazhdimisht po i përmendim arsyet që na kanë çuar në zgjedhje si vend. Po flasim për programin tonë, i cili sigurisht që përveç se do të ketë shumë projekte të cilat kanë qenë dhjetor, do të pasurohet edhe me iniciativa e projekte të reja. Për neve është tepër e rëndësishme që me qytetarët të bashkëbisedojmë duke i dëgjuar nga afër hallet dhe shqetësimet e tyre, por edhe në anën tjetër është tepër e rëndësishme që ta sqarojmë edhe një herë, pra po them se pse vendi ka shkuar në zgjedhje, pse po i bëhet ky dëm financiar Kosovës dhe cilat janë qëllimet që na kanë çuar deri në këtë situatë. Ne si lëvizje, thënë të drejtën, gjuha e ashpër ka qenë në terrenin politik e publik. Në secilën palë zgjedhje, ne kemi qenë subjekt të ofendimeve, sharjeve, komenteve me gjithfar lloj konotacioni. Vetëm ju? E kom fjalën në sferën publike. Domthonë sfera publike ka qenë vazhdimisht e ashpër për nga gjuha. Ajo që ka është e rëndësishme është që ju e keni parë që ne si lëvizjeve të vendosje, ne si subjekt politik, kur do që ka pas diçka e cila e ka cënu dinjitetin e dikujt, ose ka qenë kundër parimeve dhe vlerave të cilat ne i besojmë, ne kemi ditur të distancohemi edhe kolektivisht, edhe individualisht. Zonja Fejza, në anën tjetër, duhet t'ju pyes pak për pjesën e plan programit, që përmendet pak më herët. Çka e dallon plan programin qeverisës të vetëvendosjes kësaj radhe nga ai i zgjedhjeve paraprake? Megjithëse është periudhë e shkurtër. Është periudhë e shkurtër. Shumë projekte të cilat ne kemi parapar në plan programin e fushatës së dhjetorit do të jenë pjesë edhe plan programit të tanishëm, sepse ne nuk e ofrojmë plan programin për 4 muaj sa ishim në qeverisje, por ne ofrojmë plan programin për 4 vite, e në anën tjetër do të ketë edhe projekte konkrete, iniciativa konkrete të reja të cilat do t'i bashkangjiten këtij plan programi. Ne kemi thënë nëse mandati i kaluar ishte për nënat, për fëmijët, për veriun dhe për sigurinë, mandati i radhës do të jetë për investime në hekurudha, në rrjetin hekurudhor, janë diga të cilat parashihen të ndërtohen, janë investimet në minjera të cilat parashihet të rriten në sektorët tonë të minjerave pra. Edhe do të ketë vazhdim të politikave të mira të cilat e prekin direkt mirëqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, shumë shpejt, javën tjetër, ne do të dalim me programin e detajuar, në të cilin do të jenë të gjitha elementet të cilat do ta përbëjmë programin tonë, por pra po them, disa nga zotimet tona për 4 vjeçarin do të përfshihen, por do të ketë sigurisht edhe zotime të reja. Po. Në anën tjetër, kur jemi tek pjesa e mërgatës diasporës, ka pasur edhe të dhëna nga KQZ-ja se kësaj radhe është një interesim rekord. Madje ka kaluar edhe shifrën e zgjedhjeve të vitit 2021. Fillimisht, si e shihni këtë entuziazëm të diasporës për të votuar? Unë besoj që kjo është lajm tepër i mirë, edhe menoj që është shumë pozitive që mërgata jonë, përveç që ti kontributit të vazhdueshëm financiar, por edhe shoqëror që e bën vazhdimisht në Republikën e Kosovës, vazhdon të jetë pjesë shumë e rëndësishme edhe e demokracisë dhe proceseve demokratike të cilat ndodhin në Republikën e Kosovës. Prandaj sigurisht që kemi mirëpritur këtë rekord të ri regjistrimesh. Unë shpresoj që gjithçka do të ecë në barë edhe me procesin e votimit, edhe sigurisht sepse tashmë me ligjin e ri janë disa forma të votimit për bashkëdhetarët tanë. Mendoj që roli i mërgatës në Kosovë është i padiskutueshëm, i pazëvendësueshëm, prandaj sigurisht që kemi mirëprit këtë interesim të tyre për zgjedhje. Dhe presni që dhe kësaj radhe e lëvizja vetëvendosje të ketë një mbështetje nga diaspora, nëse analizojmë statistikisht edhe votat që kanë ardhur pikërisht nga mërgata dhe në zgjedhjet e kaluara?
Absolutisht, do të besoj që lëvizja vendosje do të ketë, vazhdoj të ketë mbështetje më të madhe në Mërgatën tonë. Është tepër e qartë tashmë që Mërgata e ka mbështetur dhe vazhdon ta mbështetë edhe programin e lëvizjes, por edhe kryeministrin Kurti. Ky besoj është një realitet i ditur, por prapë po them për te i kësaj, për neve është shumë lajm i mirë, fakti që Mërgata ka vullnet fillimisht të përfshihet në procese demokratike edhe të jap kontributin e saj si vendimarrëse. Kur jemi tek Mërgata, do ketë ndonjë pjesë të plan programit juaj pra qeverisës që do i kushtohet pikërisht Mërgatës? Vazhdimisht në plan programin tonë ka pas, domethënë, pjesë të veçanta të cilat janë kushtuar Mërgatës. Tashmë ka dhe iniciativa konkrete nëpërmjet të cilave Mërgata, institucionet tona, Qeveria e Republikës Kosovës e ka rrit bashkëpunimin me Mërgatën, duke ofruar mënyra të ndryshme të bashkëpunimit, përfshirë këtu dhe dritarin e investimeve për Mërgatën. Sigurisht edhe në plan programin e ri do të ketë një pjesë konkrete e cila i dedikohet Mërgatës. Ka pasur zonja Fejza deklarata nga eksponentë ndryshëm të vetëvendosit, por edhe e sfundme dhe nga vetë kryeministri Kurti, se vetëvendosje kësaj radhe i synon 60%. Cila është rruga ose si besoni se do arrihet kjo përqindje? Ne e kemi pas, domethënë, synimin e 500.000 zemrave të cilat bashkohen rreth një projekti, një programi, që është programi i lëvizjes, vetëvendosje dhe i partnerëve të saj. Ai projekt pothuajse është realizuar në zgjedhjet e fundit. Tani, prapë po them, punët e mira që i ka bërë Qeveria e Republikës së Kosovës në të gjitha sektorët, qëndrimi jonë proaktiv dhe jashtëzakonisht shumë konstruktiv në secilin proces që kemi qenë si vetëvendosje, mendoj që ja u ka bërë të qartë qytetarëve të Republikës së Kosovës se është e mundshme që të përbashkohemi rreth këtij projekti, prandaj edhe synojmë që në zgjedhjet e ardhshme të kemi 60% të mbështetjes së qytetarëve, sepse jemi të bindur që qytetarët shumë mirë po i vlerësojnë të gjitha veprimet e cilat politikanët po i ndërmarrin në Republikën e Kosovës. Sigurisht secili kur hyn nga synon të fitojë dhe të arrijë përqindje më të lartë, por praktikisht çka do të dallonte fitoren e lëvizjes vetëvendosje me një përqindje prej 60% krahasuar me atë të herës së kaluar 51%. Pra kam fjalën për aspektin e krijimit të institucioneve. Për neve është tepër e rëndësishme një gjë që vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës të shprehet qartë, siç është shprehur vazhdimisht në zgjedhjet e fundit, në raport me atë se kush ata duan të qeverisë. Dhe po, e vërteta është që ne kemi qenë tepër mirënjohës dhe jemi ndjerë shumë të vlerësuar edhe me vlerësimin që na kanë bërë në zgjedhjet e shkurtit, qytetarët e Republikës së Kosovës. Pas 4 viteve qeverisje, ne kemi pas më shumë deputet se 2 partitë opozitare bashkë. Dhe kjo është një vlerësim i jashtëzakonshëm. Por qytetarët e panë se ajo përbërje në Kuvendin e Kosovës nuk mjaftonte që të konsolidoheshin institucionet dhe të vazhdojë tutje. Prandaj shkuan përsëri në zgjedhjen e dhjetor dhe qytetarët e treguan se e kanë përcjell me vëmendje se çka ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës dhe i dhanë lëvizjes vetëvendosje 51.1%. Tani jemi në një fazë të re në të cilën ne kemi shpjeguar mjaftueshëm që ne si lëvizje vetëvendosje nuk i kemi synuar të deputet, kemi thënë edhe partive opozitare me numrat të cilat ata i kanë pasur, madje unë disa herë kam përsëritur pyetjen a vërtet po i synojnë ata të deputet, ajo përveç se nuk ishte dhe nuk është e shëndetshme për demokracinë, unë besoj duhet pas parasysh mbështetjen që ata gëzojnë në popull është edhe tepër e pamundur. Po në anën tjetër 60% që është shumë i mundur për lëvizjen vetëvendosje. Është e pamundur edhe për vetëvendosjen? 60% që është shumë i mundur për lëvizjen vetëvendosje, sepse lëvizja vetëvendosje vazhdimisht në secilin proces e ka pas të parin qytetarin e Republikës Kosovës dhe këtë qytetarët tashmë e kanë kuptuar. Më besoni që në takimet që po i kemi, qytetarët shumë shpesh po na drejtohen me ju kemi parë të gjithëve. Nuk ka nevojë me na i shpjegu shumë sepse i kemi parë të gjitha. Sigurisht dhe qytetarit do vendosë, por çka e dallon 60% edhe po ti marrë lëvizja vetëvendosje 60%, prapi bie që kur jemi tek posti presidentit duhet të ketë një marrëveshje, një bashkëpunim me të tjera parti politike. Tani kur jemi në ato rrethana, flasim aty e tutje, unë prapë po them ne si lëvizje vetëvendosje të gjitha qëndrimet tona i marrim në raport me rrethanat në të cilat jemi, sigurisht në përputhje me parimet të cilat ne i besojmë si organizatë politike. Tani objektivi jonë është 60%, për të punojmë për çdo ditë në aktivitetet tona në terren. Besoni zonja Fejza se zgjedhjet e 7 qershorit mbase do jenë të fundat dhe nuk do ketë zgjedhje kaq shpeshta sikur se jemi mësuar këtë periudhën e fundit kohore?
Ne po shpresojmë që po, sepse unë prapë po them, ne s'kemi qenë fare për zgjedhje as tash, por rrethanat na kanë imponuar që të shkojmë edhe një proces zgjedhor. Ne po punojmë vazhdimisht për çdo ditë në teren, në tërë territorin e Republikës Kosovës, që fitoria e vetëvendosjes të jetë e madhe dhe e bëndshme në mënyrë që vendi të mos ketë nevojë të shkojë përsëri në zgjedhje. Dua pak të kaloj në fund të kësaj interviste Zonja Feza dhe tek incidenti sulmi që ka ndodhur në Skënderaj, megjithëse është incident i javës kaluar, por megjithatë ka pasur edhe ditëve të fundit deklarata nga distanca, thumbime nga distanca dhe përgjithsisht ai incident sa besoni se do e filloj hendekun mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës për ndonjë bashkëpunim të mundshëm në muajt ose në javët në vijem, kujdiet edhe pas zgjedhjeve? Tani unë kam qenë vetë prezente kur ka ndodhur incidenti. Në raport me këtë, unë kam pas prononcime publike edhe sigurisht e kam kryer edhe obligimin tim në Policinë e Republikës së Kosovës, ku kam qenë si dëshmitare e rastit. Për këtë situatë, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, ky nuk është thjesht një sulm ndaj zëvendësministrit, ky është një sulm ndaj demokracisë. Edhe sigurisht që e kam parë me shqetësim tepër të madh si rast. E kam shpjeguar tashmë si ka rrjedhë si proces, faktin që ne nuk kemi pas asnjë komunikim paraprak me zotin Lushtaku, kur ai është ofruar dhe e ka sulmuar zëvendësministrin, tash edhe kandidatin tonë për deputet Hysni Mehanin. Në këtë linjë, unë prapë po them, ne si lëvizje vetëvendosja aktualisht jemi shumë të fokusuar tek fushata jonë. Ne e kemi parë që është krijuar një farë bloku opozitar në çështjen e presidentit në Kuvendin e Kosovës. Ajo na ka pamundsuar që të bëjmë një marrëveshje e të vazhdojmë tutje. Në anën tjetër, ne po e vazhdojmë punën në teren, jemi shumë të fokusuar tek rezultati që e kemi si objektiv, edhe besoj që qytetarët e Republikës po e shohin, prapë po them, punën dhe angazhimin tonë të përditshëm në raport me mirëqenjen e tyre, por edhe me komplet mirë funksionimin e vendit. Por që të mbetemi tek incidenti e sulmit në Skënderaj, ka pasur më pasaj dhe reagime të shumta dhe nga eksponent të Partisë Demokratike të Kosovës, që mbrëmjen e asaj dite kur ka ndodhur ngjarja, ka pasur prani, prezencë të njësisë speciale të Kosovës, madje nga PDK, këto i kanë cilësuar edhe si provokime dhe përveç këtyre thirrjeve, ka pasur edhe deputet PDK-s që kanë qenë aty të pranishëm. Këto janë çështje të policisë. Sigurisht që Policia e Republikës Kosovës duhet të jetë prezente kudo në territorin e Republikës Kosovës që e vlerësojnë ata. Ato janë çështje të brendshme të tyre. Në lidhje me incidentin, unë prapë po them, besoj që institucionet tona të rendit duhet të veprojnë në këtë drejtim. Nuk është i raport, siç e përmendi edhe kryeministri, që ka pas probleme të kësaj natyre në Skënderaj. Edhe unë besoj që institucionet tona duhet të jenë shumë, sidomos këto të sigurisë, duhet të jenë shumë të vëmendshme në raste të tilla, për shkak të peshës që këto raste e kanë në komplet mirë funksionimin e demokracisë. Sepse unë prapë po e them, ajo që ka ndodhur në Skënderaj nuk është thjesht sulm ndaj Hysni Mehanit, është sulm ndaj demokracisë. Sepse po flasim për një kryetar komune i cili e sulmon zëvendësministrin teksa është duke pirë kafe në një lokal në qendër të qytetit. Pra kaq e thjeshtë është situata. Nuk ka për te i kësaj asgjë. Kaq e thjeshtë është. Kryetari komunës që sulmon zëvendësministrin i cili është duke pirë kafe në qendër të qytetit. Zonja Feza, është herët thuhet sepse mbetet shihen sigurisht edhe rezultatet e zgjedhjeve të 7 qershorit, por a do të jetë e hapur vetëvendosje për bashkëpunim me të tjera parti politike, sidomos për postën e presidentit. Nëse asnjëra prej partive politike sigurisht nuk e arrinte 10 vota, por mbasi do jetë e hapur edhe për pjesën e kuvendit dhe qeverisë. Është akoma herët, siç e përmendët edhe ju, sigurisht kur të jemi në ato rrethana do të shohim edhe se si do të veprohet edhe se si do të funksionojmë. Fokusi jonë mbetet qytetari i Republikës Kosovës, takimet dhe puna jonë e përditshme deri me 7 qershor, ne do të vazhdojmë të shpalosim programin ton tek qytetarët edhe përsëri prapë po them ta sqarojmë edhe një herë pozicionin ton se pse ne nuk kemi qenë për zgjedhje dhe pse këto zgjedhje nuk janë dashur Kosovës. Në qartë, Zonja Feza, të falenderoj shumë që çepi emisionin. Shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Vazhdojmë tutje të nderuar.